Donika Kastrioti, i njohur në burimet historike, edhe si Andronika Arjaniti, është një nga figurat më të rëndësishme femërore të historisë shqiptare në shekullit 15. Ndryshe nga bashkëshorti i saj, Gjergj Kastrioti, ajo nuk u shfaq në fushë betejë, por roli i saj ishte thelbësor në aspektin politik, familjar dhe diplomatik. Donika lindi rreth vitin 1428 dhe ishte bija e Gjergj Arjanit, një nga princat më të fuqishëm shqiptar të kohës, fundimtar i territorëve në Shqipërinë e Mesme dhe Jugore. Familja Arjaniti ishte një nga shtyllat kryesore të rezistencës kundër perandorisë osmane, edhe përpara ngritjes së Skënderbeut. Martesa e Donikës me Skënderbeun në vitin 1451 nuk ishte vetëm bashkim familjar, por edhe aleancë politike. Në një kohë kur principatat shqiptare ishin të përçara, rreziku osman poshtohej. Kjo martesë forcoi lidhjen midis dy familjeve më të rëndësishme arbërore. Burimet veneciane dhe napolitane e përmendin këtë martesë si një ngjarje me peshë politike. Si bashkëshorte e Skënderbeut, Donika jetoi kryesisht në Krujë, qendra e rezistencës shqiptare. Gjatë rrethimeve osmane, ajo ishte pjesë e jetës së përditshme në Kala, duke ndarë vështirësitë me popullsinë dhe oborin princeror. Edhe pse burimet nuk flasin drejt për drejt për veprimtari ushtarake, prania e saj ishte rëndësi morale dhe simbolike. Në vitin 1456, Donika lindi djalin e vetëm të Skënderbeut, Gjon Kastrioti, trashëgimtarin e familjes. Kjo ngjarje ishte e rëndësishme, jo vetëm për familjen, por edhe për vazhdimsinë e dinastisë. Në një kohë lufte të pandërprerë, Donika ishte e njohur për kulturën dhe edukimin e saj, duke qenë bija e një familjeje të madhe fisnike. Ajo kishte njohuri mbi protokollin, diplomacinë dhe marrëdhëniet me oboret europiane. Kjo u bë veçanërisht e rëndësishme në vitet e fundit të Skënderbeut, kur marrëdhëniet me Napolin dhe Vatikanin ishin jetike për mbijetesën e rezistencës shqiptare. Në janar të vitit 1468, vdekja e Skënderbeut ndryshoi rënjësisht fatin e Donikës. Ajo mbeti vejush në një vend të shkatruar nga luftrat dhe nën kërcënimin e vazhdueshëm osman. Në këtë moment kritik, Donika mori një nga vendimet më të vështira të jetës së saj, largimin nga Shqipëria. Të bashku me djalin e saj të mitur, ajo u largua drejt mbretërisë së Napolit, në mbrojtjen e mbretit Ferrante të Aragonës, aleati Skënderbeut. Ky largim nuk ishte akt frike, por akt mbijetese dhe ruajtje të trashëgimisë. Nëse Donika dhe djali i saj do të binin në duart e Osman, familja Kastrioti do të shuhej përfundimisht. Në Itali, Donika jetoi fillimisht në Napoli dhe më pas në prona të dhëna nga mbreti. Burimet arkivore italiane tregojnë se ajo trajtua me respekt dhe u njoh si zonjë fisnik. Ajo kujdes për edukimin e Gjon Kastriotit, i cili më vonë bë pjesë e aristokracisë napoletane dhe shërbeu në ushtrinë e mbretërisë së Napoli. Një fakt i rëndësishëm historik është se Donika ruajti me kujdes dokumentet, simbolet dhe kujtesën e Skënderbeut. Palë kësaj trashëgimie familjare, figura e Skënderbeut u njoh dhe u përhap në Itali edhe më gjerë në Europë.
Shumë kronistë evropianë u mbështetën pikërisht në kujtimet dhe rrethin familjar të kastriotëve për të shkruar mbi të. Donika jetoi për shumë vite pas vdekjes së Skënderbeut. Ajo vdiq rreth vitin 1505, larg Dheut, por jo larg historisë. Jeta e saj ishte një jetë sakrifice, eshtjeje dhe qëndrueshmërie. Historia e Donika Kastriotit është dëshmia se rezistenca nuk bëhet vetëm me armë. Ajo bëhet edhe me ruajtjen e identitetit, edukimin e brezave pasardhës dhe mbajtjen gjallë të kujtesës historike.